E ftuar sonte në komitet është kryeredaktori i gazetës Zëri Arbon Axhara. Arbon, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesë. Dy javë të fundit Leonardi, i cili është me ne sonte në një dokumentar te Zona Express, të titulluar Shtabi i milionerëve, ka raportuar për mundësinë e abuzimeve nga komandantët e luftës. Ju keni raportuar për këtë raste, a janë mit apo janë realitet abuzimet e njerëzve më të fuqishëm të luftës? S'është mundësi, është realitet i dokumentuar me fakte. Edhe në gjithë këto vjetë, që është pas luftës, çdo vit e më tepër është lehtë e zbulueshme se çka ka ndodhur. Edhe pse kemi qenë të fokusuar prej mas luftës me pas institucione në problemet politike, ndërkohë ka qenë ambient perfekt për grupe shumë sofistikume që kanë shfrytzuar ambientin politik për përfitime të cilat tash edhe nuk po mund fshehen më. Edhe më e keqja është që ka kaluar normalitet, edhe ku më shumë respektohen këto figura cilat kanë shfrytzuar fuqinë e tyre më njëherë pas luftës, tash edhe fuqinë financiare normalisht, tu rrit edhe ndikimin politik. Si është mundur për këtë 6-17 vite kemi pas trupat huaja të gjykatësve, fillimisht Unmiku, pastaj Oleksi, mos flasim për sferën tonë të drejtësisë. Pra çfarë ndodhi në ndërkohë ku dështuam që kur kush nuk u mur me këtë fenomen në kuptimin e drejtësisë, po ju kanë mbetë mediave me i trajtu këtu me dokumentare? Kanë qenë disa raste kur ndërkombëtarët kanë qenë përfshime dhe ka pas reagim prej. Mban mend Gjo Trashler prej Kekut, ka qenë ish drejtor në aeroport që shitke vendet punës. Këtu edhe ka qenë dështimi më i madh edhe i Oleksit. Ne kemi prit këta peshqit të mëdhej, janë marrë me raste shumë të vogla, ndërkohë që edhe rreten edhe ndikimin politik. Unë mendoj, e kam thënë edhe më herët, që është shfrytzuar, këta kanë shfrytzuar fuqinë e tyre politike për me shantazhu edhe bashkësinë ndërkombëtare, të thonë që mbrapa nesh kemi fuqi dhe destabilizojmë vendin. Edhe ne e dim që gjithherë në marrëveshje të tilla, qoftë me raportin me ndërkombëtarët, është dashur kemi një stabilitet politik në vend, jo shumë të merren me rastet e korrupsionit. Edhe me këtë kartë kanë luajtur sidomos krahu i luftës, rajoni Drenicës, rajoni Dugaxhinit, që ne kur dojmë nxjerrim 100-200 veta në rrugë. Po, e dim që hetimet të kësaj natyre janë bllokuar, për shembull, shefi Unmikut ka pas deklarata i shefi Unmikut, domethënë zoti Soren Jesen Petersen, që thoshte se kanë pas telefonata kur ka dashur mirët me raste të hetimeve të Shantazhet kanë qenë direkte, edhe verbale për këtyre grupeve në momentet caktune kanë ditë me lujt me pozicionin e tyre politik. Edhe kjo ka qenë e keqja për shkak se kanë pas mekanizmat mjaftueshëm që mas luftës me u marrë me individ edhe me pastru skenën politike dhe jo me prit gjykatën speciale. Ishte një deklaratë interesante drejtuesit të organizatës veteranëve, i cili tu e komentu këtë pasurimin e komandantëve, tha që me nëzis kam prit biznismenat mi ju afru edhe mi ju dhuru, mi ju bo dhurata. Që she këto? Sigurisht qesharake si deklaratë. Po kjo edhe taktik zakonisht dhe bizneseve me krahun e luftës, po e ke pa edhe në deklaratat e këtyre të fundit që kur shefi FMN-s tha se duhet zvoglohen pensionet me njëherë reagimi që do të destabilizojnë vendin. Që gjithherë po shfrytëzohet si kartë që do të destabilizojnë vendin. Tu e di, nuk ma merr mendja. Po të kishë ndodhë 5 vjet pas luftës, po, ka fillu me ndru mentaliteti, frika e ka fillu t'ju hiqet njerëzve. Po të ju pak në Zëri një shkrim ma herët ka qenë, apo të problem, po mëne, a ka kërcënime? Unë e maj mend, ma herët kur kom pas ndo një shkrim për ndo një tu që kështë komandant, ka pas reagime qysh po guxon me u marrë me këta. Sot do shpërditshmëni. Po dhe ma shumë të friksojnë këta që të thujnë, apo friksohesh se sa? Që ka ndru bajegi shumë. Ka fillu, ti e din që çdo ditë më tepër tash ti flitet edhe për rolin edhe për rastet e korrupsionit ku ata direkt janë të përfshim. Kështu që ka fillu të nuk ma merr mendja që kanë fuqinë që kanë pas për shkak të ndrimit edhe të mentalitetit gjeneratave. Mos të harrojmë që gjenerata fëmijëve tonë edhe do që nuk e majnë mend çka ka ndodhur edhe në luftë edhe pas luftës, nuk e kanë frikën në rreth. Edhe fëmijë këtyre ka rritën tash edhe ka shkollohen në universitete goxha të mira, kështu që do të jenë edhe për një gjenerat ndoshta dominues shumica e këtyre familjeve, të cilat kanë abuzu me fonde, pra njerëzve kryesor të luftës që ka. Tash po kanë menaik edhe me dituri, fillimisht me financa. Për shkak se komoditeti tyre është mi qiu fëmijët edhe në shkollat më të shtrejta. Po besoj që edhe aty, po Arbon dashta më pyet, në dokumentare kena trajtu
kryesisht njerëz të luftës, jo kryesisht, po gjithë shtab, për ata është edhe titulli shtabi milionerëve, të i referu shtabit përgjithshëm të QK-s. Megjithatë, a ka edhe milionera LDK-ja? Na do të bëjmë edhe disa dokumentar edhe për pasurinë e njerëzve të afërt të Isa Mustafës, po edhe të bashkëpunëtorëve të mëhershëm të Ibrahim Rrugovës. A ka dhe aty milionera, po atë do milionera pak më të vogël se sa ata të QK-s? Na kemi përcjellë edhe bashk ekonominë, procesin e privatizimit, edhe mbaj mend kohën kur kanë pas pozita në AKM në atë kohë. Gjatë procesit privatizimit, fabrika që janë privatizu, kemi vllaun e Fatmir Rexhepit, Naser Osmanit, cilët kanë qenë përfshin direkt në privatizime të fabrikave, prona, toka, bujqësore, maj mend, kom pas nxjerrë shumën totale të tokave, edhe çmimi ka pas dalë me shumën sa janë ble dhe si përfaqen diku €1 ari. Po kanë që punojnë bile. Ta kish ditë dhe shpejt, kish marrë, është da me qatë çmimin dhe shka. Fatkeqësia është që përkundër skandaleve që kanë dalë, për shembull Naser Osmani ka qenë i arrestuar me rastin e fabrikës së Naser Osmani ka qenë i përfshirë edhe të fondit 3% po, edhe 3% që të vazhdojnë me qenë deputet. Vllau i Fatmir Rexhepit ka privatizu fabrikën e radiatorëve në Gjilan. Këto privatizime janë bën kohën kur kanë qenë pozita, bordi ka qenë i përbam atëherë për koalicionit LDK-AK. A di dhe çka është interesant që mundet me u trajtu, është kalimi tëne bartja në për institucione. Për shembull edhe Temçekur kur ka qenë ministër i energjetikës, në atë kohë në prokurim ka qenë babalëku i Ramush Haradinajt, nuk ka qenë shefi prokurimit mirë, po ka qenë në prokurim në Ministrinë e Energjisë. Nuk e kemi aty, po sot e kemi dekan. Përkundër që ka pas fakte që kanë degradu institucionit, ata sot ripozicionohen edhe në pozita të rëndësishme. Edhe ne e dim arsimin edhe shëndetësin që i kemi dy sektoret më të rëndësishme. Pikrisht për këtune levizive politike kanë fillu edhe janë sistemu, apo Bajram Kosumi, me plot skandale tjera, edhe aty tash e kemi rektor, Bujar Dugolli, edhe shumë tjerë. Po nuk, edhe pse në 17 vjet, ne që kemi përcjell nga afër skandalet ekonomike dhe tash kur shohim sepse janë gjenerata e lexuestri që nuk i dinë çka ka ndodhur me këta njerëz, kjo mos ndëshkimi edhe mos ndishkimi atëherë dhe fuqizimi e këtyre individëve dhe grupeve. Pse përgjithsisht është fol pak, po edhe prokuroria s'ka ndërmarrë asnjë veprim. Po na e dim nivelin e shtrirjen e politikës në sektorin e drejtësisë. Fatkeqësisht edhe tek ndërkombëtarët, edhe tek vendorët, mirë po megjithatë, sepse më është bë pyetja edhe më herët, a duhet ta kemi u leksi. Ai e dha James Rubin edhe më duket që ka pas ndikim, më duket atyre kanë qenë edhe zgjedhjet lokale nëse s'gaboj. Ai e tha deri sa janë sukses shumë miqtan është mirë të largohen. Edhe ka ardhur koha për me u lënë vend njerëzve të ri, që të marrin partit qoftë ekzistuese apo edhe iniciativave të reja. E kanë po dhe bashkia ndërkombëtare që këta njerëz tu vazhdu me qenë këto pozita është tu urritë dhe ndikimi dhe fuqia atyne. Nuk e di, unë mendoj që deri sa të nisi me u marrë me rastet individuale, me të kalumen e tyne, me përfshirjen e tyne në krim të organizuar dhe në korrupsion, so është shumë a thellë se sa ne që e shohim, edhe kjo ka më ndru dhe mentalitetin politik, se nesër kur të vjen dikush s'ka me u thirr apo me kriju një imazh ti tu e friksu grupet caktune, apo tu lyp vot, tu shantazhu njerëz, ta shtoj rrugën, se fëmijëve tanë s'mujnë momi u premtu as kanalizime, as rrugë, janë integrime o sistemi arsimor, o shëndetësia që ne ballafaqohem çdo ditë me to. Kështu që derisa nuk pastrohen partitë politike ekzistuese për këtyre individëve me fuqi, ata kanë me vazhdu me përcjell, sepse nuk është lideri, mirë po është mbështetësi i tij që ka me vazhdu fuqinë e tij brenda partisë apo edhe strukturave. Është absurde edhe gati ideologjike me prit, si më thonë, të tërhiqin këta komandantat. Thonë çysh mund të tërheq për shkak se kur të thojmë po të si mund të rresti pish pistone. Po, domethënë ata kanë kriju është investimi tyre. Plus asaj ata kanë një moshë që më thonë disa herë ai thotë tani çutit se unë s'kam kush kaj për të çtuar. Po në fakt shumica ata kanë moshën që zakonisht njerëzit e fillojnë karrierën politike. Domethënë zoti thaqi është në moshë ku është normale dikush me fillu karrierën. Qysh është këtë mundësinë për tërheqjen e tyre. Demaskimin individual tyne me rastet, unë po mendoj që ky popull është lodhë dhe varfënie e madhe,
Edhe keni pa reagime që zhvijin me gjipa të me luksin e të në jashtë vendit, ki reagim të masës, për shkak se është varfën. Erdogani po vazhdojnë me i fitu vota çuditërisht se e ka rrit ekonominë edhe nuk i pëngën popullit sistemi apo autokrati ti. Kështu që unë mendoj që nëse fillojnë edhe merren me raste individuale dhe nuk e besoj që tantë kanë me fillu me u marrë, edhe duhet një mekanizëm i fundit ndërkombëtar me u marrë me pastrimin e tyre, për ndryshe nuk tërheqen normalisht. Po, të kthehemi te emrat konkret. Vetëvendosja i ka disa djemë të ri, po nuk janë më djemë të ri, ata i kanë ka 40 vjet pothuajse. Edhe PDK-ja i ka të vet, edhe OK-ja i ka të vet, po ata nuk po vinë shprehje. Edhe simas qësoj qyshe shohëm na unë nuk shoh as në horizont që ata një ditë kanë me marrë partinë, është e pamundshme me marrë partinë, është e pamundshme me marrë partinë Fatmirit, është e pamundshme me marrë partinë Ramushit, Kadriut, Albinit dhe tjerëve. Pra, a ka mundësi, qysh e ti, qysh mundë më marrë ku vendet AK është zgjedhur me një kandidat, kryetari AK-s, PDK-s me gjas me një, Albini me një, Fatmiri me një, pra gjithë me një. Qysh mundën me marrë njerëz të rinj aty, ku ata në vend që me ndryshu partinë, ata me kalimin e kohës po ndryshojnë vetë. Pra ata bëhen madje më militantë se sa ata krahu i luftës brenda partisë. Ata ti çorrojnë syt ty të thonë që nuk penjeni ju liderin ton, po i mirë është se me njoftë edhe ju si na, edhe ju s'kishte qit asnjë kandidat tjetër. Se cilin parti kitë sistemin totalitar nuk lojnë, edhe që apo me LDK-n, e pat mundësinë e reformimit në kohën kur... Po, e se përmena LDK-n edhe... Krahu i luftës ka më ballafaqu me gjykatën speciale dhe nuk e dim që shka me u përmbys piramida. Pat një mundësi briljante me Vjosën, edhe me gatishmërinë e disa individëve për shoqërisë civile me him renda, nuk e la. Janë të gatshëm me fundos komplet partinë, vetëm as me hek dorë prej tëne. Unë për veti personalisht besoj ma shumë në reformimet e mbrendshme, në poshtë e pa mundën. Mirë po, edhe të iniciativat e reja, 2 iniciativat dështume, Ferri edhe Ora, po i kryon pasiguri se cilës iniciativ 3 me u fut në skenë politike. Mirë po, ka individ. Arbona, për shembull, as Ora, as Ferri, Elektorati... Ma së është ndoshta që po dështojnë për shkak se s'po mundën me pas konsistencë në ato, ose po kërkojnë suksesin, po kërkojnë të menjëhershëm. Po se shpengë të shpagu, po kryetari i Prishtinës. Çdo parti e re në fakt ka fituar elektorat. Nëse më vetëm Ora ka qenë e para për partive të reja që ka hyrë në parlament. Ka qenë AKR-ja që po ashtu ka fituar në zgjedhjet e para rreth 3%. Ka qenë LDD-ja që i ka fituar 11%. Ka qenë Ferri që i ka fituar 2% megjithëse i kishte një muj. Pra nuk është që elektorati nuk është se si ka mirë prit këto subjekte të reja politike. Po përmend Ferrin edhe pa kapërcimin e Ferrit në vetëvendosje. Edhe lehtësira që t'japin militantë dhe organizimin në për struktura, se sa shpejt dolën edhe në sipërfaqe disa emra që në ferë ndoshta ju kishin dashur edhe shumë vjet. Po dhe veç Ferri ka qenë i formum shumë vonë, po ka qenë si më thonë 2 muaj para zgjedhjeve. Edhe matuti ata se pa të ndërgu mesazhin e duhur te qytetarët se ishte në zgjedhjet. Mos flasim për abuzimin me votën, cilës kanë pas komisionerë, kanë pas kurrë. Këto janë, domethënë, problemet që ballafaqohen edhe iniciativat e reja. Mos të harrojmë diçka shumë rëndësi mentalitetin e votuesit. Prap se prap, ti kim renda sot parlamenti deputet me dosje, ti sot i ki deputet, ti merë 20.000 vota. Diçka këtu nuk është në rregull. Edhe nuk muj me bo politik me lajka që marrin Facebook. Sepse ti një individ sa këtu duhet me ta njoftën se cilin od, katun për me marrë vota. Po thu shpendis ka që e një partisë. Ka mundësit e mira shpendis, se lajka nuk merë Facebook, shu që mundet me marrë vota. Jo, mërë për neve, që të provone ju, pra, që kemi. është hala mensia dhe votusi që... Mensia, apo është vota klienteliste, për shkak se Arbon, zakonisht për shkak partitë e mdoja, e kanë edhe një mekanizëm shumë të madh të vetin, aktivista e kështu me radhë. Domethënë, cilët këta ju shenë. Pra është mendësia, ku është problemi? Është e kombinume, po mos harrosin pozicionin që ka qenë Thaçi, komplet me aparatin në shtetit të ndurti, përkundër reagimeve të institucioneve financiare, FMN-s edhe Bankës Botërore, më së rrit paga i rrit e paga. Edhe ka ditë fuqinë financiare dhe blemjen e votës me një vend punës. Tash e kalon Isës mos mi rrit. Edhe Isa nuk i rriti edhe ra. Unë e di kom pas rast kur kom dëgju infermierën në spital në Gjakov, thot
unë e kom ja dhun PDK-s, se e kom pas 150 euro rogën, sot e marrë 400. Më dhe njemi të folë për një votus barkëthat, për një ambient që shë. Nuk janë shumë pozicion me analizu. Blehet vota mirë, po edhe pa pas fuqi financiare zërështë e na me... Arbon, dje Ilir Deda që prap një eksponent i ferit edhe një aktivist i jashtëzakonshëm, në një postim ti në Facebook tha që kjo opozit nuk po funksionon, është e degradume, si që është e degradume edhe qeverisja, edhe ai dul me propozimin i cili po vlën kohëve të fundit për një opcion 3 politik. A beson që Iliri e ka me drejt kur bën kërkesë për një opcion 3 politik? Ka iniciative dhe ka vullnet në përse cilën parti të mbrendshëm që me dalë me një iniciativë. Kush janë ata? Ata vetëm që u përmenden disa emra, dhe pse zyrtarisht nuk po dalin, me thonë që unë kisha dalë, po dojnë me qenë sigur që mës mu djekë. Po dhe veç asë nuk po i mohoj. Mirë, po asë nuk e mohojnë. Me dalë prej partive... Nuk po kanë edhe guxim për shkak benefiteve që i kanë që shë përmenda mrena partive egzistuse. Ajde të marim shambull PDK-n për shambull. Unë e di me sigurt që grupi i Thaqit, tash të mësqen Thaqi nuk ka me pasë mbështetje mrena me krahun e Kadri Veselit. Edhe kemi me pa tërheqje taktike të njerëzve që kanë qenë mbështetës dhe që jenë afru prej Thaqit. Kush mundet me qenë ata? E kemi, po tash nuk e di sigurt kush ka me u tërheq, mirë po e ki grupin që them drejten, për shambull, nuk ma mërmendja qenë me një linjë Enver Hoxhaj edhe Lata, për shambull. Apo Bekim Çollaku, Ndodhët kërëm pyjtjet e Kadri Veseli bashkohen aty, se dhe ajo është mendu gjithmonë si infrastruktura e... Bekim Haxhiu, kështu që janë komplet të ndryshëm. Pas kanë qenë bashkë ata që gjithë... Ata i ka bashku Thaqi, kështu që kena me pa, që ka me pas tërheqje për këti grupi për shkak të strukturave që ka Zoti Veseli me njerëz të tij, historikisht dihet kush janë ata, edhe që nuk janë në një linjë me grupin që është bo tendencë një grup më urban të reformimit që kanë pasë ndikim edhe në reformim të Thaqit. Për shembull se në PDK nuk duket që ka një grup që po thu urban ose të reformum ose të paknaqëm. Për shkak se aty duket goxha për shembull edhe Enver Hoxha që është i kyçëm vonë në PDK, disi ka qenë i natyrshëm mbrana asaj strukture. E përka, do tjetë. Ka qenë një për njerëzve më të votu, ka qenë goxha i natyrshëm shkrirja e tyre në Ose për dallim të azon prej vendosi i ki 2-3 që janë me një kom, a ne me një kom kënej. LDK ki Vjosa Osmanin, e cila zyrtarisht e vetëmja ka qenë Vjosa që ka dalë zyrtarisht. Edhe Arben Gashi, mos pajtime. Në AK ke pas burimin që është pasivizu komplet, Donika kaloj me një ani tjetër. Pra janë disa njerëz që... Edhe Blerim Shale me një ani tjetër. Edhe Blerim Shale me një ani tjetër. Pra janë këta njerëz që ndështë Ilir Deda ka mendu saktësisht në tahë kur ka folë për opcionin e ri politik. Unë nuk di detaje se çka po ndodh me këtë opcion, janë përmend emra, shoqëria civile do t'i bashkangjitet, po asnjëri zyrtarisht s'ka thonë që unë jam pjesë. Jënë të matë, ma mërmendja edhe pak reagimin edhe çka mundet me ndodhë nëse dalin ata. A beson Arbana ti se nëse disa për këtë në emra që i përmenim, që i dim, që përfolen, me dalë me kriju një subjekt politik, do të arrinë me marë votus, po dhe mbështetje prej medjave dhe prej qarqeve të ndryshme, grupeve të ndryshme të interesit. Edhe tren situata, shumë kanë qenë edhe të mëhershëm që kanë besu edhe kanë dështu. Qysh është aktualisht disponimin qytetar për një opcion 3 politik? A diqysh disponimin qytetar të arrej krahun, por kur vjen me votu, thot kjo është jemi. Kështu që, po më nej, kemi pa që ka ndodhe dhe më heret me individ caktum. Nuk e di, ka disponim, her ka, her s'ka, disa thonë që ne i kemi njerëz, unë e kur kom folë me Vjosën për shembull, Vjosa ka mbështi elektoratin e LDK-s, nuk e besoj që qaq let, ne e dim çfarë elektorati ka LDK-ja, ka me mujt me i marrë ato vota në qoftë është jashtë. Po, nështë të gjitha si merë, po një pjesë mundë. Një pjesë e merë, po dhe një pjesë e ka votu të besu edhe në LDK-n. Mimoza Buskari? Mimozat, nivelin lokal, apo në Gjakove kanë votu si Mimozë. Mimoza ka fitu për shkak se është e Gjakovës edhe për shkak kundër AK-s. Edhe problemeve që ka pas qyteti Gjakovës me
me njerëz të AK-s. Kështu që Aja nuk duket gjithashtu e kënaqur me partinë e saj, me AKR-n. Tha nuk do të garoj pra, a mundet edhe ajo me kon pjesë e këtij puli, pra Vjosa, Mimoza, Iliri, gjithë këta njerëz, a beson që mund me kalu pragun elektoral? Po, pragun e kalon, po sa kanë me qenë të kënaqur me pjesëmarrjen e tyre në parlament, atëherë nuk e di, po mendoj që mujin me kalu gjithsesi. Po edhe Vjosa, edhe Mimoza e me bindun që kanë me provu njëherë me hymë brenda partive të mëdha. Për shkak kryt mundësive që t'jep një parti e madh e përmende strukturat, kur del me t'arrujt votën, kush do me t'arrujt votën? Ka me t'arrujt votën partia dhe kalimi edhe i Ferit, edhe i Shpendit, edhe mundësia më bo kryetari Prishtines i ka ardhë shumë a letë të qenë në vetëvendosje se sa të kishtë qenë me një parti ma të vogël. A beson që Shpendi do të vazhdoj të jetë brenda vetëvendosjes, apo fakti që sot në një intervistë për zëri ka folë ndryshe prej asaj si që mësu me pa diçka po leviste aj, do më thonë, aj mundet me bo hapa jashtë vetëvendosjes, ose me arrit që me rekrutu njerëz jashtë vetëvendosjes për këtë subjekt të ri, apo do të vazhdoj të jetë pjesë strukturale? Unë po më mërë mene që ka me qenë edhe një kohë pjesë, aj ka folë, aj foli e dha një nuancë pak ma ndryshe, foli se kemi demokraci mrenda dhe normalisht që në momentet caktune muj mësë mu pajtu një tjetrin. Unë mendoj që ka fuqi shumë të madhe politike dhe ai nuk është i vetëdijshëm për fuqinë politike që ka edhe brenda vetëvendosjes, edhe me votat që ka marrë në Prishtinë. Largimi i tij a dëmton vetëvendosjen? Po, gjithsesi që e dëmton. Sidomos në kryeqytet. Po, edhe në kryeqytet, për shkak se votuesin në kryeqytet, unë e di kur ja ka dhënë ky ka kryen Harvard shkollën, ka qenë punëtor, zyrtar në bankën botnore, profesori Aukut. Kështu që e dëmton vetëvendosje, po nuk po më duket që ka disponim. Ai ka në dy intervista, një apat më herët, një apat te ju. Ai po merret kryesisht tash me deklaratat e Dardan Mulliqi, sekretari i përgjithshëm i vetëvendosjes. Dorën zemër Dardan Mulliqi ishte njeriu që u nda pe AKs. Intervista e tij të Batoni në Klan ishte hapi i parë që opozita nuk është më bashk. Ai në Klan thoshte po folin emrin timin personal, po mendimi i tij personal u shndru në strategjitë e lëvizjes vetëvendosjes. Në qendrim të VV-s. I njëjti Dardani ka deklaruar që vetëvendosja ka dy kandidatë për kryeministër, ka Albin Kurtin edhe Visari Merin. A beson që do duhet me qenë Shpend Ahmeti në listën për kandidatë të krye? Shpend Ahmeti duhet, nëse flasim për reformimet e brendshme dhe të mujë me tregu për secilin parti kush mendoj që duhet me qenë. Kush mundet me qenë? Është Shpendi në vetëvendosje, është Vjosa në LDK, është Enver Hoxhaj në PDK. Në AK është një gjenerat që është tërheq, është Besniku, është Burimi, është Avnia, që është dëm i madh që nuk janë edhe i ka mbet vetëm anëtarët e familjes në këtë parti, nisma thuajse inekzistente. Pse s'u bën më konë për shembull Albin Kurti ose Visari Meri që është kryetari i partisë, po duhet më konë Shpendi pra. Po flasim për një qasje krejt ndryshe, për shembull edhe në aspektin ekonomik, qasja e Shpendit dallon, edhe kishtë qenë mirë edhe për vetë partinë me fillu, e kemi pa dhe ka ndru dhe Albini, për temave të mëdha, e ka pa që nuk është shambull Prishtina, edhe pse nuk pajtona me qëndrimin e juj, kur e krahasoj me kohën e LDK-s, e kom përcjell nga afër, kom qenë atjerë në koditore, se si kanë qeveris, të paktën nuk korruptohen që është korruptu në atë ko individ mbranda LDK sa kanë qene. Jemi sigur se s'ka korrupsion komunët Prishtinës edhe sot. Ka gatishmëni me nxjerr edhe skandalet ekonomike, mirë po nuk kemi pas deri tash. Janë shumë transparent. I kemi 3-4 trotuare që janë me 8 muaj pa u mshël. Mos i harro problemet që ka mbrenda asamblesë, bllokadat që i bëhen për me kalu. Ata është pranverë punojnë në Brazil. Pranverë për shkurt. Në krahasim me mafinë ndërtimit. Jo seriozisht, po pajtona se ka pas mafinë ndërtimit. Ka pas mafinë ndërtimit dhe degradimi që ka bërë Prishtinës nuk krahasohet. Edhe nuk është aqelik. Edhe sa kohë do të vazhdu, edhe sa kohë do të vazhdu na më fol për qeverisin e Isës Prishtinë. Mos harro se nuk është lehtë me marr drejtor me 400 euro rrog, me të ardh drejtor në për drejtori. Kur kërkon pushtetin të dëshmë llogaritë. Ka probleme edhe të brendshme, bajegi shumë mirë, po megjithatë nuk është keq. Po dhe po Shpendi po vazhdon të krahasu me Ismet Beqirin. Pra njerëz që kanë votuar Shpendin, mos më kon si Ismet Beqiri. Ai vazhdimisht në referencat e tij thotë një më i mirë se Ismet Beqiri sa Mustafa. Se Seligashi, do
Po shkon alo më. Po kthehet. Po njerëzit kanë votuar ty për më qenë ndryshe, jo për më krahasu me ta. Po nuk mund me pritë me pas shkop ma gjeka dhe aja dhe me ndru degradimin Cili u bë suksesi më i madh i shpellit në Prishtinë? Nalja e do projekteve të mëdha për shkak se në mafinë e ndërtimit në Prishtinë nuk e kemi vetëm një parti, por krejt partitë, shpërlamja e pareve bëhet më shumëti në sektorin e ndërtimit. Nëse i shohim vetëm Dragodan sa banesat janë ndërtuar janë zbrazuna, do thonë nuk ka banor edhe në pjesë të ndryshme të Prishtinës s'ka arrit me ndalë, nuk mundet gjithkush në çfarë do prone me ndërtu edhe me bëhet çka do. Unë edhe pse kum pas frikën, çtu kam pas problemin më të madhin. Ka arrit me nuk mundesh pa standard sot me fillu me ndërtu. Nuk mundesh pa i pas 2 ashensor. Edhe na dim ç'është është ndërtu dhe çka kanë bërë në për nuk e dim se leje po jepen vazhdimisht, kanë filluar me udhon leje dhe ndërtime po bëhen, sikur që është vetërnike edhe ndolazhet Prishtinës. Sa di postuar do fotografi. Niveli është shumë më i mirë krahasimisht ç'u ka qenë më herët. Po do të thotë edhe partisë, s'po ashtohet që prapë më lidh me shpendin. Kush i dashur si masjush me qenë lideri i këtij, se janë shumica këtyre emrave është dyshys shpendit i lirit, po pak a shumë edhe emrat janë si të barabartësisht janë me peshë politike. Cili beson që kishin më me qenë në kryet një lëvizje së re. Unë mendoj që Vjosa ka arrit me tregu qëndrueshmëni, edhe nuk ka qenë e lehtë për të në kuadër të LDK-s edhe në koalicion me PDK-n me kundërshtu, edhe guximin e saj me u ballafaqu direkt me kreun e LDK-s, është Vjosa, është Shpendi, janë këta dy. Po më edhe për opsionin tjetër është edhe Shpendi që besoj që kish me marë për shkak të background-it ti, për shkak të edhe mbështetjes kopa, sepse thuhet që vetëvendosja nuk ka pas takime me Amerikan, që s'është e vërtet, ka pas Shpendi shumë takime në State Department edhe me përfaqësues Amerikan këtu, edhe të tjerë brenda vetëvendosjes. Në fakt, edhe Shpendi edhe disa drejtorë të edhe janë ftuar në për organizime ndryshme të ambasadës. Ka opsione të mjaftueshme. Mos i ki dhe raportet mira, ish presidentja e Jaka, se pendroj pak temën, ka shansa ajo më kyç mu inkuadru në skenën politike prapë në parti ose. Unë vetë personalisht e kom pyet, kështu që e ka mohu. Nuk kisha dashur me elaboru, e ka mohu që hyn ndonjë variant me ndonjë iniciativë të re. Do ajo do të jetë thjesht ish presidente. Nuk e di çfarë plane ka, është përfol jo do të shkoj në AKI, pasaj dul që nuk do të shkoj. Mirë, po për ndonjë iniciativë politike apo për fshirje e ka mohu spaku kur unë e kom pyet personalisht. Këto s'ta kena tërgu që kena më të pyet. E ti për shembull a do të kyçesh në një iniciativë të re politike? Nuk është që s'përmendet edhe emrit. Është përmendet edhe disa herë më kam pyet. Edhe në këto vitet e fundit ka pas edhe pjesë e listës Berotit ka pas edhe kërkesa prej partive të ndryshme, jo. Mendoj spaku edhe për 5 vite tashme jo. Jam shumë komod në gazetari. Nuk është të folën me hinë. Për më këty pak të prishja e partive opozitare, bloku do me thonë, aty e qartë ka që posti kryeministrit ishte shkaktari i në atë listën e përbashkët. Kush është dashur me shu pesi pastaj AKJ apo vetëvendosja? AKJ si subjekt shumë ai vogël, si subjekt me problemet mëdha brenda partisë, pa njerëz, nuk ka arrit me mbledh njerëz, ka pas mundësinë edhe kur u kthy prej Hagës tha, nuk kam qenë këtu, e kanë bërë çka kanë dashur, në mungesën time në emën temin kanë lyp haraç, e pat mundësinë, se nuk ka frej njerëz. Po ku jemi te haraçi, vetëvendosja pasi ja boni deklaratat për haraç, pra bashkëpunonte me të, thoshte kanë qenë deklarata elektorale, pra nuk mundet vetëvendosja një herë më thonë po, ma ne jo, ma ne prap po. Ramushi edhe në kohën e bllokut kam gulke në pozitën e kryeministrit. Pse pranoi vetëvendosja në kohën e bllokut kur Ramushi ishte ky, por përqindja elektorale ishte kjo çështje. Në kohën e Vlanit, vetëvendosja pranonte Ramushin për kryeministër të ardhshëm, e tash po thotë ju se jeni shumë të vogël. Pra në atë kohë ka qenë në njëjta përqindje, sikur që e ka tash Ramushi. Në isën e pranonte kryetari të kuvendit, Ramushi thoshte kryeministër, vetëvendosja i kërkonte vetëm dialogun. Këtë herën e dytë tash u hap çështja e kryeministrit, domethënë në fund. Po tash u hap në fund, pra çka ndryshoi te vetëvendosja, pse tash nuk po pse po thotë zban Ramushi? Dardoni tha intelektualisht ta nuk qëndron mirë, pra kanë qitë edhe një pengesë intelektuale. Për shkak se u dhon mendoj që ka fuqi elektorale vetëvendosja, dhon të kisha qenë vetëvendosja edhe nuk kisha lënë me pas një parti shumë e vogël me udhëheq me pozitën e kryeministrit. Ka rritje
për shkak të paknatësisë. Tash, ku është paknatësia? Paknatësia është të korrupsioni edhe të keqpërdorimet. Është e vërtet që ka brenda edhe vetëvendosjes njerëz me dosje, mirë po, edhe përkrasit, edhe militant, edhe votues janë shtresa pa kënaqur. Edhe në vazhdimsi, edhe e dijim skandalet që i kanë përcjell këtë kohë nismen edhe AK-n. Edhe nuk mundesh me mbledh vota ato e pas në krye të një iniciative, një parti që ka epitet çfarë ka AK-ja apo nisma. Dallimi sigurisht ekziston dallimi në elektorat mes vetëvendosjes dhe AK-s, por dallimi është thjesht 30.000 vota arbon. Mirë, po ti ke mbrëma njerëz, a ki potencial mbrëma vetëvendosjes, ne po flasim. Ajo është relative, po mendoj se Leonard, një moment interesant ku dëshironin me fut peticionin brenda Kuvendit Kosovës partitë opozitare. Edhe shfrytëzoi Ramushi, pra shfrytëzoi muskujt e Ramushit për vetëvendosjes. Mirë da, dojmë me vazhduna me shfrytëzu muskujt e individëve të fortë që shanë të hi edhe që... Ideja është kjo, që kur ma cenume, ma adopt qeverisja se në qatë kur nuk ka qenë në kuptimin e opozitës. Pra presioni ishte shumë i madh, edhe qeveria ishte e friksuar shumë. A menoni që vetëvendosja tash pa AK-n edhe nismen, ne edhe matutin perspektivë nuk shumë as demonstratat organizume për tyra. Pra do të mundet vetëvendosja me mobilizu masën siç mobilizojnë dhjetor dhe janar. Mundet me mobilizu. Mendoj që këto dyja s'kanë nevojë me mobilizu. AK-ja edhe nisma. Unë mendoj që këta edhe pa qenë me këta kanë mobilizu më as. Kanë pas protestat më të mëdha që i ka thirrë Po efekti ka qenë shumë i vogël. Efekti vetëvendosja ka organizuar protesta gjatë viteve në fund të dekadës kalume. Mirë, pas njerëz kemi pa efekt. Pra asnjëherë s'u shtrëzu asnjë qeveri, asnjëherë s'kemi pas zgjedhje të parakoshme, as të jashtëzakonshme për shkak të presionit vetëm të vetëvendosjes. Kur u bën bashk partitë, vetëvendosja nisma dhe AK-ja. Mos harros edhe çka ti e din që keqja këtij vendit është që hala mendojmë që Serbinë e kena problemin kryesor. Ja Blanoviçi i kanë mbledh 30.000 veta në rrugë. 1 milion arsye i ki me dalën në rrugë. Kjo është çështje vetëvendosjes, vetëvendosja thotë problemi më i madh është Serbia. Pa jo, ju bashkan gjetën këta çështje, këto iniciative, pra iniciativës për asociacion edhe për demarkacion, që demarkacioni ka nis. Po pra, nuk ka qenë vetëm vetëvendosjes. Po sidoqoftë janë kauza që për mendimin tim s'është dashur me mbledh, tash po flasim për Okej. Po bëjmë debat, për shkak se edhe jemi kolegë. Vetëm disa, a mundesh më thonë që më injoru komplet dy partitë opozitare për shkak se rezultati zgjedhor është ky. Vetëvendosja ka pas 98.000, 99.000 vota në zgjedhjet e fundit. AK-ja 70.000, nisma 37.000. Pra, nuk është që dy partitë, dallimi është rreth 30.000 vota mes lëvizjes së vetëvendosjes dhe AK-s, ndërkohë që të dyja të bashk bojnë më shumë se sa. Pra, s'ka lidhje. Se na kena nevojë për përfaqësues vetëvendosjes në këtë studio. Është interes edhe i vetëvendosjes, domethënë edhe janë çikaq të parëndësishme këto partitë pas parasysh që janë 100.000 vota. Pra, nëse dy partitë bashkë kanë 100.000 vota, mundem me thona që këto dy partitë do kenë të rëndësishme. Kishin shumë tash problemi edhe të iniciativa re, gjithmonë keni me pa se cila iniciativë ka me stagnu kur gjenë kush ka me udheq listën, kush ka me qenë bashkë të listës, se të ndojnë me qenë lider. Po, se këtu vjetë bëkpytje komplet sinceriteti sa ndërmarrjes 6 mujora. Bloku u prish për pozita, edhe lujti shumë mirë thaqin atë kohë sa afroj LDK-n edhe e djegë LDK-n, që ma shumë i ka konvenu me djegë LDK-n se sa AK-n atë kohë. Edhe tashti, po të kishin dalë me një listë për bashkët, pa interesa personal kush me bo barc i listës, edhe kishin ardhen qeveri, kishin njësë për problemet, unë e dukit ministri, mirë po, prap se prap, të jedin edhe të kauzat, kur dolen edhe na tham, pse nuk po përmendim më korupcionin jo, nuk është e letë edhe me njerëz, që ka një background jo shumë të pastër. Ama nuk mundesh korrupsionin me përmend çet muj, e një 6 muj tjetër mas me përmend korrupsionin. Për fillimin ka qenë gabim që s'është përmendur. Vetëvendosja ka brenda gjivit saj plot njerëz që kanë dosje siç po ju referoni. Mirë, po ka potencial më të madh vetëvendosja që përmendëm Shpendin edhe ki Ilirin, Dardan Sejdeu, edhe të tjerë brenda. Më shumë se sa. Kanë arrestu, tu fol jo, po mi arrestu e kanë arrestu. Bile unë s'jam pajtu që ka dalën protest, ka pas nevojë si kryetari Prishtinës me dalën protest, potencial më të madh në brendshëm të reformimit ka vetëvendosja se AK-ja, ka me qitë AK-ja. Tregomi dy njerëz potencial që mujnë me zavendësu Ramush Haradinaj.
Na kemi për vetëvendosje se kemi Ilir Dedën që e konsiderojmë një reformator, vetëm bashkë. Reformator Ilir Dedën. Unë kim renda. Ilir Deda po thotë që kjo opozit ka marrë fund, pra njëri i vetëvendosjes, brenda vetëvendosjes, deputeti i Pa saj. s'po fol veç për vetëvendosjen, ai ashtu fol për këtë opozitën. Pa po thotë unë penshoj vetëvendosjen për bëj një opsion 3 politik. Pra njëri që është brenda vetëvendosjes, po thotë që kjo opozit nuk funksionon, është e degraduar dhe po do me bëj opsion 3 politik. Pra nuk është vetëvendosja në listën e kandidatëve për kryeministër, po ju jep hapësirë njerëzve të Nuk ri. ju jep hapësirë. Aja pra punore të Dardoni, Visari edhe Albini, një treshe që na shumë pi pas luftës, paka shumë. Po potencialin e ka më të madh vetëvendosja, se vetëm që tu kalojmë. Aneli, jo është interesant për... Po mëne, Albana ja zgjetën këta, dhe më thonë, faktisht s'mujtën më marrë vesh me rezistu, ja zgjetën edhe për një kohë gjatë pushtetit aktual. Se cili veprimi ty ne ka zgjatë. Tu fillu me gazin. Hajde Pra, një ka qenë herë, gabim hajde gazi? dy herë, ka qenë gabim. Ka qenë gabim. Vetëvendosja për akuzon Ramushin që s'ke gjujt gaz. Kanë gjujt me voti, ka gjujt Po dhe po, pali. vetëvendosja për thotë Ramushi ti s'ke gjujt gaz se po të Kanë mungon gjujt gaz, kryeministër. kanë qenë krejt që ata une kur ka dal reagimi, kur tha Ramushi për largon, Pole kam shef dorën. kur duhet, nuk mendoj që ka qenë që ajo arsye, jo nuk du në me mgre zhag në për aj, ta ka një gjeneratës tjetër. Gjeneratës tjetër, kështu që këta kanë qenë bashkë, 7 muaj na i hopën këtë, edhe ja kanë zgjatë se cilin moment të rëndësishëm politik ka përfitu PDK-ja. Edhe unë jam shumë e sigurt, e kom thonë edhe në debate tjera, po të kisha qenë kryetare kuvendit, vetëm njëherë kish mujt gazi me hinë kuvend, jo sa herë kish dashtë opozita. Kështu që i ka konvenu, edhe partive në koalicion me vazhdu. Që me i diskreditu. Po. Se po flitet, LDK sot, tash emisioni transmetohet ma vonë, në ora 10 natës, mirë po gjatë ditës ka pas një mbledhje të Këshillit Drejtues të LDK-s. Ata po diskutojnë për ndryshimet ministrave. Është Lutfi Aziri, Agim Veliu, që po dëshirojnë mi godit disa ministra të afërt me Isa Mustafën. LDK-ja tash është një temë, kështu të krejt tjetër, që mbrana LDK-s ka pas zhvillimin vazhdimsi. Po aja ka qenë minjerë për media LDK-ja, prej kus presidenti Drugova. Kështu që është ky grupi i Lutfi Azirit, Agim Veliu, edhe Ismet Beqirit ko pas kohë, edhe Ismetit ko pas kohë, që nuk e dia ka qenë i vedishëm, zotri Mustafa, po këtë kohën është punu brenda partisë. Kush është më i fortë brenda LDK-s? Janë këta tre apo është Isa Mustafa? Janë këta tre bashkë. Këta tre bashkë janë më të fortë. Janë këta tre bashkë, për shkak se këtë bara dështimit normalisht që e bart Isa Mustafa. A beson që do t'i rrezikohet pozita Isa Mustafës? Besoj që kam ju rreziku. Këtë variantet e mundshme kam ju rreziku. Edhe brenda partisë, edhe në zgjedhjet e ardhshme, edhe po mendoj që është fundi i tij. Si ke pasur qeverisjen e Mustafës këtë vitin e fundit? Dështim total. Pse? Edhe krejti kamet patat janë nxehtë që kemi thonë disa herë edhe prej Thaqit. E ka ditë shumë mirë, 2 hapa ma herët ka ecë Thaqi përpara tij. Nuk e di, me qenë ka gjatë, Thaqi është shëndru pak mit. Na i në gjendje shtu në emision me shajt Thaqin, edhe tjertë më thonë i ka shtisht Thaqi me shajt Thaqin. Pra, këtu vazhdimisht ekziston një egzagerimi forcës Thaqit në opinionin politik. Në dokumentarin e Leas, jenë përmen vllaznit e Thaqit, edhe jenë përmen ka qenë epizoda parë, edhe njerës thujnë që dokumentari mundet më kanë pej Thaqit. Pra, është pak e egzageru me fuqia Thaqit, edhe nuk besoj që është që ka që shkaf. Problemin që LDK-ja nuk ka që si guzim mu rebelu për balë. Për shumë me marrë një iniciativë, me thonë pelshoj koalicione. Po mirë skandalet ma të mëdha, ikja rrëth 70.000 vetave, ndodhe, gjatë kosët e kur tje kryeministër, normalisht që kime pagu fakturën. Po si do qoftë ishtë që ajo paknatësia që edhe deklaratat kote që i patë, për shkoni pra iPhone-a, tjetra këtë dështimi i liberalizimit, u dhanë sa data, u dhajon këtë muj, jo në atë muj, UNESCO, edhe pse u dështu për Ministrisë Punëve të Jashtme që është dashur më marrë ma intenzivisht, normalisht që fakturën e dështimit e bartë kë, edhe shihet si një interes personal i ti me qenë qatë pozicion, që do është ta me të thonë, është e çuditshme me qenë ka gjatë në politikë, si Mustafa, dhe mos me qenë i vedishëm, përfunduesin e vazhdueshme ti. Tash nështë është punë moshe, është ko gjatë në politikë. Ky grup që u përmend Lutfi Aziri, Agim Veliu, Ismet Beqiri, që kanë paka shumë ka një bazë elektorale, sidomos Agim Veliu në PDJ, Ismet Beqiri në Prishtinë, Luta në Gilan, kush a jenë këta reformatorët? Nuk jenë reformatorët.
fakta janë kjo barikada e vjetër që e ka pru LDK-n ku është sot, e ka mundësin, e ka pas mundësin shumë të mirë, ka disa individe dhe shoqërisë civile që kanë qenë gatshëm me hyjë brenda, e kanë vjosen, mirë po kur një ndrimi të në prapë se prapë nuk e besoj që krejt janë të që ujnë mulli të partive tjera dhe në këtë rast. Erzojni sa Musafën të rahina pet në koalicion me PDK. Këta janë edhe ma të gatshëm e hi, këta janë shumë ma të gatshëm. Edhe këta kanë qenë shtytës të arritjes koalicione. Me thënë, disponimi hap të zi, të në ka qenë me shku me PDK-n. Tema fundit religioni, keni raportu intensivisht për këtë fenomen pas arrestimeve që kanë do 2 vite më parë, spaku në parejnës duket një rënje islamit radikal, pra imamve radikal, janë hek videot për YouTube, ka një zbutje. Ka ndru diskursi i të në nga tuta, frika. Për ndryshe nuk fillon e nuk mbaron gjithë shka më arrestimin e tëne. Nuk kemi korniz ligjore që din që shmi trajtu këto raste. Arrestimi dhe lirimi tëne më shumë i bën hero. Mos të harrojmë që nuk ka ra mbështetja që disa imam kontroverz kanë. Ka fetarizim të shoqënisë. Edhe po du mi u të regu rastin tim të fundit, kur unë e postova një fotografit një vajzës me feregje komplet. Unë e kom shumë imam miq, edhe di që ka musliman den që kundërshtojnë një burka, që kundërshtojnë një islam t'il. Reagimet që ko marë, 3 e 3 që mu mbenin fotografi të viteve 30-at, 40-at, që kjo është identiteti jonë. Më thënë, nuk ju mjafton vetëm mbulesa. Këta ka nis një grup, ka nis me mbështet rrymen ma radikale edhe ma ekstreme të islamit. Ka fetarizim shoqënisë, janë arsyet shumëta, unë një prej problemeve që shën vazhdimsi është izolimi. Kom pas disa intervista me disa të ri, që në momentin kanë dalë prej Kosovës edhe kanë pa një musliman të moderum në Vjenë, në Zvicër e kanë ndru qasjen. Kështu që izolimi edhe mbetja vetëm një dirë hapun prej neve, që është Turqia, ku me 200 euro një bilet këthy se mundësh më shku edhe as një vend tjetër, ka me prodhu në vazhdimsi ekstreme të ndryshme, qoftë fetare apo tjetër. A besoni që Kosova është rreziku me pejsulmeve të ISIS-it? Nuk ka vetëm ISIS-i problem, se ISIS-i mundet me përfundu dhe ka me dalë diçka tjetër, është rrezikuar prej grupeve radikale edhe kanë potencial me dasht me dhes. Arbon, faleminderit shumë që kje komitet. U kënaqëm sidomos këtë pjesën me vetëvendosin, se na dhe ashtu nuk kemi pas asnjëherë mysafir nga vetëvendosja, me gjë edhe i ftojmë ata që më marrë pjesë në komitet. Mirë, po debati ishte interesant. Me ftu dikon me emën se mund të vim shumë. Ftojmë sekretarin e përgjithshëm Dadan Mulliqen që të jetë pjesë e emisionit. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Shikues nderuar, ishte me ne Arbona Xhara, kryeredaktore e gazetës Zëri. Shihemi javën e ardhshme.